Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i është drejtuar zyrtarisht SPAK dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve me një kërkesë për të lejuar zhvillimin e një takimi zyrtar me përfaqësuesit e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës gjatë vizitës së tyre në Shqipëri nga datat 17 deri në 19 nëntor 2025. Velia e kërkon që përfaqësuesve të Kongresit të mundësohet takimi me të në ambientet e burgut të Durrësit, ku aktualisht ndodhet, për të informuar mbi situatën e tij ligjore dhe institucionale. Qëllimi i këtij takimi është të sigurojë transparencë, komunikim të drejtpërdrejtë dhe informim të saktë mbi situatën time ligjore, statusin tim institucional si kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe respektimin e të drejtave të mia si i ndaluar, shkruan në kërkesë kryebashkiaku i Tiranës. Në gjykatën e posaçme, këtë të mërkurë mbajtet edhe seanca paraprake në ngarkim të Veliajt dhe 29 personave të tjerë fizik e juridik. Prokurori Altin Dumani në një material të përmbledhur në 50 faqe kërkoi kalimin e dosjes për gjykim, ndërsa avokatja Romina Zano që mbron në këtë proces biznesmenin Elman Abule kërkoi pushimin e çështjes ose në alternativë gjykim të shkurtuar. Mbrojtësit e tjerë ligjor kërkuan kohë për të shprehur, ndërsa seanca e radhës u caktua në datën 17 nëntor. Velia akuzohet për një sër veprash penale si pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre, si edhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Më datë 3 nëntor, kushtetuesja i dha të drejtë Erion Veliajt duke lënë në detyrë si kryebashkiak i Tiranës. Kushtetuesja rrëzoi vendimin e qeverisë për shkarkimin dhe fuqizoi dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë.